folë lapë. Jo, s'fola, për që të pjesë. Për cilën pjesë? Për Prishtinë. Jo, më falë. Nëse se kem baru. Po, lutem, jo, Din që kom respekt ja për ty. Ta dëgjoj Prishtina. Se u morë me arsetimin e fondeve të Çekut, kështu. Sana ma kalon fjalën. E ke vetëm aty jot, merrem me garën, sinqerisht, me kandidatën. Për garën Prishtinë, po mendoj që e para për fushat në përgjithësi, edhe në veçanti në Prishtinë, kështu është vërejtni që është një fushat kështu antipodi asaj fushatës që kena pasë pararendse, përkatësisht në zgjedhjet e nacionale. Kjo vërejhet, vetëm tregu si kësaj është një farë dimenzioni fushatës gjuha e kandidatëve, do me thonë me matër, nuk është agresive që ka qenë... Ka qenë shumë pozitiv. Sidomos e Çekët shumë i edukuar. Po, do me thonë është shumë fushat ma avangardiste për këtë kandidatëve, po kur jemi të gara menoj që mbështet në një vistër faktorësh, besoj që Çeku edhe vetëvendosin përgjithësi në disa komuna është favorit, sipas mendimit tem. Okej. E para, kur jemi te Prishtina, për Hajrullah Çeku, e para... Ta kanë shpall fitore, veç që zëja shpall mas furës në mëjtë njësë. Po thëmë, në pështet, po në disa faktorë, po thëmë, edhe objektiv, edhe subjektiv, e para të Çeku. Do me thonë, mbështet në tiparet e tip kështë personale, është njëri tip për mendimin tem, është një tip skofjar, një tip kështë, është profil intelektuale, humanist. Feminist, parazitës, ka uzadoshtit. A mjafton me kaq? Nuk ka ku me jesë, nuk i intereson ka njëherë kjo heq. Albesha, e vëllën Prishtina, kemi shumë komuna për të komuna. Po nuk do janë të kryoj labi. Që bja jep një minutë temë, se e kam shkurt për minutë. Kjo si faktor subjektiv që e përmena. Tjetër edhe faktorët objektiv që janë vetë kandidatë të Çekut. Do me thonë, kundër kandidatët e tij në Prishtinë. E kemi përparim Ramën që, do me thonë, e dim qeverisin e tij, s'po hi në detaje, që ka të ndisë Prishtinë. Kandidati tjetër dënë se... Ka bu që ka të ndisë, ka bu në Isana, ka prish në Isana? Po vazhda me bo spinin... Po jo, nëse ka me që aty ku mush me thonë që s'ka mujt me zhvillu me studio. Me ka të ndisë. Shko për Prishtinë maroj, bare koha për Prishtinë, të lutem Mitrovica direkt. Ata kryoj labi se prej. Kërë mërë në Isana me ljudë këmë pas të mbonë jo. Jo, të lutem, jam të Prishtinë, labi, maroj. Të Urani e penalizojnë dy fakturë Uranin, po menoj që bashkëqeverisja e tina me përparim Ramën, edhe betejat e mbrëmshme në PDK e penalizojnë, e kumë përmen edhe ma herë që është një betej më në PDK-s edhe... Edhe përparimi ka pas base beteja. Okej, Mitrovica Jugo, t'lutem, Mitrovica Jugo. Mitrovica, po. Qyre, unë të Mitrovica jem pak e një farë knatësie se ala pa njës mirë fushata, fare zyrtarisht, për shumë analisave labi e din, ku unë marrë pjesë debat, sa ishin Faton Peci e ka të kryme pa balotash. I më koni vetëm që këmë thonë Faton Peci nuk ka shansë me fitu pa balotash, ka mundësi e up këtë Mitrovicën. Sot të fjalë po më dalin. Si pas gjendjes në teren atje, që unë kom informacione se jemi interesuar shumë, edhe si pas performancës që e kanë bënë debate televizive, Arjan Tahiri ka dëshmue, në katër Shqipërisht, që është larkë njës ma i mirë i punës qeverisë lokale, është larkë ma i mirë se Faton Peci në performancën që i shpjegon fenomenet e qytetit, edhe tash atje gara është, atje njoni fitën pa balotash. Nuk ka balotash, Mitrovic. Por, në serio, është një teori që mund të ndodhë kjo pa balotash. Arton, se po ka lejtë për shkak të televizive, të lutem. Nëse LTK e rritë votën, nuk do të kishë. Jo, aty janë dy pole, falë, aty janë dy pole. Arton, në 1 minutë. Aty janë dy pole. Edhe unë menoj, performanca e Arjan Tahirit e ka definu fituesin. Nesër pres, Arjan Tahiri u bë kryetar i Mitrovicës pa balotash. Me mund një hajnë si Faton Peci. Performanca në debate apo të performanca në debate apo debate e sondazhet. Gjuha televizive, zotrit Faton Peci, në studio televizive ka dëmtu, ja ka hup që atë pjesmo optimumin e mirë që ka mujtë me pas në këto zgjedhje lokale. Dhe mos harrojmë që ka nëse gjuha atina i flet asaj në audiencës tjetër që e bashkë nxit. Po ata shojnë pozitive, po kjo menoj që ka i rritu masë, dhe që ka i lidhën dhe lidhën më që njerë që ka në qenë dikur, janë lidhë dhe kjo besojnë ideologjinë e dëkës, kur zjedhë në dëkës dhe Guxos, e voton prapë Guxos që ka orë nga kalimja e lidhë. Kurimit e balotazhit, a është një teori që nëse LTK e rritë votën, nuk do të ketë balotazh, apo di kështu? Analiza është kjo. Gara është PDK VV. Partit tjera munden me shku 2, 3, 4, 5%, po nuk kanë mundësi me jetë, sepse këtë elektorati është orientu të këta dy kandidat. Dhe gara shumë e fort, mundet me pas balotazh. Ja, Faton Peci, Arjan Tahiri shkon pa balotazh, ka publikisht. Fillimisht, kur ka fillu fushata, ose para se me fillu fushata zyrtare, ka qenë një farë bindje modhe që Faton Peci shkon pa balotazh. Kështu ka qenë. Mirë po, Arjan Tahiri ka bërë disa veprime që i ka kontribu rritjes e tij dhe zvoglimit Fatonit. E para kur është nis ura.
E pora, kur është nis ndërtimi i urës mi lumin Iber, që u bëni farë zhurme e madhe politike në vend, Ariani ka dalë, edhe ka prit Albin Kurthin aty, edhe bashkaresht e kanë bën nisjen asaj urës. Kur u prej shiriti ndërtimit të urës, Arian Tahiri ka qenë aty, edhe imagjinojeni çfarë mesazhi jep për militantët e vetëvendosjes kur Albin Kurti shkon aty, edhe ka për qafër Arian Tahirin. Domethënë kjo ka qenë goditje e madhe për Fatonin, edhe ka qenë rritje e Arian Tahirit, sepse deri atkoh Arian Tahiri nuk ka qenë shumë i zëshëm. Dhe po ashtu, debatet televizive, mendoj që Ariani ka fitu, sepse i ka fitu me argumente dhe me qetësi. E Faton Peci ka gabuar sepse në disa raste ka filluar me i dalë pa arroganca. Unë me atë çka e di, arroganca në Kosovë nuk vlerësohet, arroganca në Kosovë ndërshkuar Mustava në atë kohë me duar në gjepa. Prandaj mendoj që Arian Tahiri ka, jo shumë, po ka pikë më shumë se sa Fatoni momentalisht, mundet me fitu pa balotazh, megjithatë unë e shoh Mitrovicin në balotazh për me një rezultat tepër të ngushtë mes Arian Tahirit dhe Faton Peci. Albresha, çka ndodh Mitrovici sikur? Pak më shpejt lutem sepse kemi edhe komuna tjera. Ndërhyrja atë kohë me Artuanin, unë mendoj që ajo për të gjithë një prej atyre elemente që ka bëu zotri Faton Pecin me pas uljet kushtimisht me hub optimumin sepse disponimi ka qenë i tillë, fiton dhe gjithmonë kanë qenë komente dhe nga terreni, ka qenë që mënyra në debate